E konsumoni shpesh bukën e misrit. Nga sot konsumojeni çdo ditë. Trajton këto probleme. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njerëzit. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arritën në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitamina B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Konsumi i misrit vazhdimisht mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë edhe bukën e misrit.